Mirëmëngjes, ashtu siç ju kishim njoftuar ditën e sotme, sapo kemi mbërritur tek pishat e buta në Golem. Kemi ardhur prindër dhe nxënës për të zhvilluar një super ekskursion. Nga 1 qershori po vazhdojmë me kampin veror dhe kemi realizuar ekskursione dhe miniguida dhe na presin shumë surpriza të tjera, sepse jemi ëndra më e bukur, jemi Time Center. Gjithashtu ju rikujtoj që po vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sport, arktim e tjerë. Ju rikujtoj që po vazhdojmë me sezonin veror dhe për të gjitha kurset dhe programet e tjera të studimit, institucioni është i hapur ditën e sotme dhe mësimi vazhdon normalisht. Të gjithë prindërit që janë të interesuar për të na ndjekur me aktivitetet në ekskursionin e ditës së sotme, mund na ndjekin te faqja Kopshi Time Center në Instagram. Ju mirëpresim, jemi ëndra më e bukur, jemi Time Center. Shijo ditët dhe netët magjike të pushimeve tek ëndra më e bukur Time Center.